Are you following us? Finash. O gos. Drejtoja kamerën se mbas e hikën po ja drejtoj kamerën. Fina duke shumë me vogël. Jam me vogël. You're so tiny as a kid. Hey, what's up you guys? Yes, if you're new, welcome. If you're not new, welcome back. E brak gabim. Po s'ka gjë. If you're not new, welcome. If you're not new, welcome back. If you're new, welcome. If you're not new, welcome back. If you're new, welcome. If you're not new, welcome back. Okay, edhe. Unë sot jam me Hildën. dhe unë jam Fiona dhe ju sot do kontrolloni ditën tonë për 24 orë. Po, Hila ka postuar disa story me disa zgjedhje dhe zgjedhjet që kanë përqindjen më të madhe votuese të njerëzve është gjë që do bëj. Tu folier. Në ato opsionet që kanë më shumë përqindje, ne ato opsione do bëjmë. Do bëjmë. Ju do kontrolloni ditën tonë 24 orë se në këto 24 orë çfarë nuk ndodhen shumë gjëra, duhet i ndiqni. Na ngacmuan, na turbuan, po ne prap nuk mund të ngjitur. Po jap shumë cringe vetes me këtë këndim, nuk kam asnjë rim, thjesht bëni subscribe dhe bëni like dhe bëni share dhe komente dhe ndiqni videon. Fiona donte që unë ta filmoja kështu. Kjo duhet ta rrotullosh video. Po ja, nuk di ta rrotullosh. Jo, duhet ta rrotullosh kur ta editosh. Kështu thjesht Ta rrotullosh kështu, këtu ku jam unë edhe ta rrotulloj ai kështu edhe sikur jam e lumtur. Tani një ditë e mirë niset mbar edhe një ditë e mbar niset mirë dhe Çfarë? Story parë që ne kemi postuar është që ju do zgjidhni çfarë do veshim për ditën e sotshme dhe ajo që kam bizoturuar në vota është të vishemi me pijame. Tani ne ndodhim në Amerikë, edhe nuk është ndonjë çudi e madhe që njerëzit dalin në veshur me pijame. Kështu që ne nuk kemi fare problem, biles dhe jemi për rehatimin edhe qefin tonë. Super shumë që nuk zgjedhët opsionin tjetër që vishemi ekstravagante se kush do dali me fustan të gjatë mature. Po, edhe takan mes ditës. Po, kështu që shumë faleminderit për këtë. Tani në Amerikë se çfarë Fiona është super ftohtë, kështu Do veshim pijamet, po nga sipër do vesh mudi. Kush është ajo? Është Fiona? Kush është ajo? Është Hilda? Është momenti për opsionin numër 2 që është të përgatisim kafe në shtëpi Ose blini kafe jashtë. të blini kafe jashtë, është opsioni që fitoi. Dhe jam shumë e lumtur edhe entuziaste për këtë sepse kam shumë kohë që po mundohem të provoj këtë vendin e ri të kafeve, se sapo është hapur. Dhe un jam jo shumë e lumtur se nuk më pëlqen si e bëjnë kafe në Amerikë, sepse në Shqipëri e bëjnë super mirë, por tani për të shkuar për të bler kafe, ne do porosisim një Uber, kështu që Fiona na porosit një Uber. Okej, tani jemi në Zdi ka më i dhënë makinës. Po për Kam shumë kohë që e pi kafe në shtëpi. What language is that? Albanian. Albanian? Yeah. Yes. Oh, nice. Well, there are two beautiful ladies from Albania doing here. I live here. Where? I don't think that matters. Yeah. Yeah. Tipi sa po na mori me makinë të shtëpia, pyet ku e ke shtëpi. E mirë, mbase nuk e dija që e shtëpi. How old are you, girls? 25. Yeah, we're twins. Twins? Yeah. Oh, beautiful. Ora është të simplu. Ora se më vërtet po më trembë atë. Shivja pak telefonin, e ka location të kafes? Që më rëtë shumë që ka më rëtë shumë i çuditshëm. You look very cute. Yeah. You want me to hold that for you? I can do it, ladies. You want me to hold that for you? Okay. Yeah. Ma prikin dorë. It's so beautiful. Okay, thank you so much. Hajde ikim. Can I take out for dinner? No. You're like 60. I want to take you out. Mirë, ka mundsi. Okay, bye, thank you. Si që nga rradha këtu. Që ka shumë vend cute. Ka shumë një... Hila. O gotë së mbrucësh ai me vërtet. O flaka me vërtet fiksi, ai është më ka ardhur interisht ngjitur. Are you following us? Okej, porositëm kafet edhe morëm tiramisu latte e quheshin. Po. Finash. O gos. Drejtoja kamerën se mbas e hikën po ja drejtoj kamerën. Tim ta shofi që ja ke drejtuar kamerën. Po nuk po e mirë, them ulemi këtu dhe rrim ja 40 minuta, sa ai do presim 40 minuta për ne, kupton?
Po, okej. Ja ku janë tiramisu latet. Janë të ftohta këto? Po, pse nuk e do të ftohtë? S'ka problem. Unë do e pija shumë pak. Ka shumë shit të vyqme. Do të marrim një shkop ta përzim të që është të poshtë. O, po e vërtet. Hilda, hote ke çanta, o budallaq. Çanta jote është. Unë ta kam falë ty, s'është e ime. Ma ke fal? Pse ku ma ke marr? Ke dollapi jote Po, e marr ke dollapi? Po. Pse s'ta kam dhënë ty? Ta kam falë. Tani kam më shumë shqe si tiramisu kur e përzim. S'ka fare shit si tiramisu. S'kom pëlqej fare. Po pagujte lekët që do e pish. Për mua kjo është një 3 nga 10. Hilda, 6 nga 10. Dhe tani është momenti që të ham Mëngjesin. Dhe ju keni zgjedhur në mes të Albanian breakfast dhe American breakfast, keni zgjedhur Mëngjes shqiptar. Shqipe. Do ikim në një vend që ka byreqe këtu në Amerikë. Që Është shqiptar? Po, shqiptar. Okej, let's go. Ja, do filmosh, filmoj. Filmoj. Filmo. Këtu ka bën byrek? Qa? Why do you have to point? Dall. Ja ku kemi porositur dhe byreqet, unë kam marrë byrek me gjiz. Byrek me mish, që tajmë proteinën në mëngjes. Kemi marrë dhe një dhall. Jam shumë kurioze të shoh se si është dhalla në Amerikë. Fshie veshin, fshie. Mirë, bëllet tonë dhe kaq shumë se e bëre gjiz. Që do pus prap ke byreku. Wait, can I try it? Është mirë? S'kam provuar akoma. Ah, dalla. Byreku në fakt që është shumë i mirë dhe unë nuk parahaj byrekun, kështu që nuk mundem ta mbaroj dot sepse porcionet në Amerikë janë super gjigande. Është vërtet. Tani që mbaruam Albanian breakfastin ton, është momenti që të kryejmë misionin e radhës që është Sephora. Ne kemi pyetur juve ku do të blej make-up dhe opsionet ishin Sephora ose drugstore make-up, që është make-up i lirë. Tani ne kemi gjithë ditë që kemi bler gjithë ato make-up ke Sephora. Nuk e Po di, s'ka që nuk mbaron asnjëherë. nuk më e vërtet. Gjithmonë ke diçka për të bler ke Sephora. E vërtet. Ja Sephora, ja. Marrni kështu? Mirë. Tani është një teori konspirative dhe është njëri që thotë që këtu te Sephora është si kult, kupton? Edhe ka mesazhe kudo, po ne thjesht nuk shohim për këto mesazhe, se jemi shumë të përqendruara dhe të hutuara për edhe ja ku është këtu që thotë kult. E thot, literalisht e thot, edhe ne vazhdojmë blejmë, edhe jemi të verbruara ndaj kësaj gjës, po s'ka problem, do vazhdojmë blejmë. Se s'ka ku blesh. A e dini në fakt. Tani këto janë lapsat e Sephorës. Nuk e kemi provuar ndonjëherë, por pse mos i provojmë? Shumë errët. Kurse ajo tjetra është shumë portokalli, edhe kjo është shumë portokalli. Si fondatin. Ajo që dua një laps sysh blu. Okej, më po e marr një laps sysh blu të errët. Ma duhet dhe një laps për vetullat, po marr këtë. Okej, kemi marrë vetëm një laps sysh edhe një laps vetullash se me vërtet nuk kemi çfarë blejmë. Nëse tani është momenti të sfida e radhës, le të themi, misioni i radhës është që ne e lam në dorën tuaj, nëse Fina do më jepte një sfidë mua ose Fina do më thoshte mua po për 20 minuta. Një sekond, 20 timerin aty, 20 timerin. 20 minuta! 20 minuta do më thosh po. Për 20 minuta du të të them po. Ja, okay? Bëj si manekin. Nuk duhet qesh, është një manekin. Ore, po tundet kjo toka poshtë meje. Që më thumë? Pra, je manekin, mos fol, mos qesh, mos lëviz. E gjibi gjabi gjubi gjabi gja. I gjibi gjubi gjibi gjibi gja. Gjubi gjibi gja. Okej, do rish aty për 20 minuta. Bye. Okej, guys, çfarë bëjmë ne tani në vazhdim? Fina po të shoh mos lëviz. Shkreta. Mirë. Hajde do të japim sfida të tjera. Fina sfida tjetër, do më thuash po, nuk ke ç'a bën, okej? Futja me vrap. Futja me vrap derisa them unë stop, do bërtas. Nuk do bërtasë. Fina thjesht vrapo. Vrapo. Okej, stop. Momenti për një sfidë tjetër është një stand. Fina do shkosh aty
edhe do I bësh reklam. Ky është produkti më I mirë që mund të zgjidhni për vitin 2026. Çfarë produkti është? Janë kremra fytyre dhe krem trupi. Janë produkti më I mirë 2026. Pse 2026? Sepse është inovative. Është diçka që akoma nuk e ka parë bota. Nuk jemi më në 2025, kjo është e 2026-s. Po pse do më duhen mua ato kremra? Sepse e ke lëkurën shumë të thatë. Vetëm një javë ta përdorësh këtë, do I kesh lëkurën. Okej, po I bie telefon. Kemi dhe shumë pak minuta të mbetura dhe po mendoja, këtu ka pafundësisht takat e këpucë dhe po mendoja të gjej takat më të larta ever dhe fjana t'i veshi dhe të eci rreth të gjithë dyqanit në ato taka. Sa bukur këto? Tani këto janë takat më të larta që gjetëm deri tani. Që fjana vishi dhe ec vërdall. S'po më futet këmbë. Super këpucë çuditshme. Jo, nuk jam Janë të vogla? Kjo ne ka të vogla. Fjona nuk e bëri atë sfidën e fundit, por fatkeqësisht minutazhi ynë ka mbaruar. Kështu që dështuam shumë dhe tani është momenti për misionin e radhës. Ju keni vendosur që ne mes dy opsioneve. Një Q&A që është pyetje dhe përgjigje ose të bëjmë video TikTok trend dhe ju keni vendosur që ne të bëjmë pyetje përgjigje dhe do I bëjmë tani. Dhe ja ku mbërritëm në shtëpi dhe jemi gati të bëjmë Q&A, pra questions and answers, pyetje dhe përgjigje. Gjetëm një website edhe do I gjejmë pyetjet nga ty kështu randomly, në mënyrë të rastësishme. Edhe do ja tregojmë ke ekrani që s'po e bëjmë, do e bëjmë kështu çik këtë shtype. 30 pyetje interesante që mund të bësh me motrën ose vllajën tënd. What's a skill or hobby you've always wanted to pursue but haven't yet? Këndimi. Vërtet? Po. Nuk je shumë vonë. Jam vonë. Nuk je vonë, sepse këndimi nuk është se ka moshë, mund të këndosh edhe 90 vjeç. Po, që ti je artiste e madhe, mendoj që du t'i jesh fiks në këtë moshë që jam unë tani dhe du t'i kisha zhvilluar që në rini. Kisha marrë një zysh kantoje, kisha bërë diçka, domethënë për ta praktikuar. Tani jam pak si më është zhvilluar zëri, kupton deri maksimumin e saj. No, zëri mund të punohet. Nuk e di. Po ti çeke? Unë do thoja baletin, po baletin e çova deri në fund aty ku duhet ta çoja, por kam shumë qejf, nuk e di pse më ka hyrë për një dëshirë që të mësoj pianon. Po, s'është Edhe mendoj, po, mund ta mësoj në YouTube, nuk kam se shkas në kurs, kupton? Këtë më pyetje shumë koti. Në qoftë se paraja nuk do ishte fare E di çfarë pyetje do jetë. në botë, nuk do ekzistonte paraja, çfarë do bëje me jetën? Do thoja, do vizitoja vende të ndryshme, do shkoja në shumë muze, do bleja jate. Nuk e di do kisha blije jate. Po. Thjesht do kisha një jetë që nuk është do bëja diçka specifike, konkrete, po thjesht do jetoja jetën e fundit, si themi ne shqiptarët. Ndërsa unë do hike nga Amerika, sepse Amerika është për këtë gjë është, për mundësinë dhe për lekët që t'jep, po vetëm se kam familjen larg, kështu që gjëja e parë që do bëja ishte do isha afër jush, do bëja shumë udhëtime, do njihja kultura të reja, do bëja një 5 fëmijë. Edhe thjesht do rrisja fëmijët. Çfarë do të 5 fëmijë? Po, më fal, çfarë do bësh mbas i rritesh, mbas një 20 vitesh? Po prap më shumë. Po ke angazhime me fëmijët. Po mos t'ishte rëndësishme leku, 4-5. Oh, shumë. I would never. In what ways do you think we're similar or different as siblings? Njësoj kemi mënyrën e të menduarit. Thjesht mënyrën e të vepruarit e kemi ndryshe. Nuk e di, edhe mënyrën e menduarit, mendoj që tani që jemi larguar, unë jam më ndryshe se ti. Domethënë prap në parim, edhe moralet, edhe vlerat, edhe çdo gjë I kemi njësoj, por we move different. What the hell? Domethënë unë në botë e shfaq veten shumë ndryshe se që shfaq Hilda. Po, ne jemi të kundërta komplet Po, në tip jemi shumë ndryshe. Jemi shumë ndryshe. Edhe kemi gjashmëri dhe mënyrën si flasim. Po, kur jemi me njëra tjetrën, vetëm jemi literalisht të njëjti person. Pastaj në social life me njerëz të tjerë, jemi unë jam komplet prapë e ndryshe. njëjta, po Hilda është ndryshe. Fiona është shumë ekstroverte, është shumë e hapur, është shumë e dhënë, kurse unë jam shumë introverte, jam shumë e mbyllur, jam shumë e turpshme, nuk e jap veten. Kaq. Ky ishte misioni I Q&A. Story tjetër ishte që ju të zgjidhni mes filmit ose PlayStationit. Ju zgjodhet filmin, Fina, ke ndonjë film në mend? Duhet nisë Desperate Housewives.
kam dëgjuar që në të 20-tat duhet të fillojmë të shohim shtëpiake të dëshpëruara. Unë asnjëherë s'e kam kuptuar për çfarë flet shtëpia. As unë edhe më zhduk gjithmonë shumë e mërzitshme, por e kam parë që duhet ta shohësh patjetër në të 20-tat. Pra, ne tani do hapim një episod të shtëpiakeve të dëshpëruara, do t'ju tregojmë reagimet, çfarë po ndodh, çfarë po thon, nuk do t'ju tregojmë ekranin tash se i bie të shihni dhe ju një episod, nëse doni ta shihni, mund ta shihni, jeni shumë të lutur që ta shihni. Me sa duket në Netflix nuk janë shtëpiaket të dëshpëruara, kështu që hapëm BoJack Horseman, që në fakt e kemi parë, por e bëjmë rewatch, na pëlqen shumë. Na pëlqen shumë. Kështu që ju nëse nuk e keni parë BoJack Horseman, ju ua sugjeroj se është super serial. Unë jam si kjo apo jo? Si Princess Carolyn? A nuk mendon që jam pak si kjo? Unë ndjem sikur unë jam si ajo. Ti gjithmonë ke thënë që je si BoJacku. Po mirë mos isha kalama shumë duke vetja, tani nuk kem fare si BoJacku. Si më bësëri? What? Çai bër? Tu e krujt. What? That's so weird. Shive, ju pëlqen më shumë ky make-up look apo ky? Ky në fakt Shqipërisht më pëlqen, shi? Është duke se po shoh BoJackun. I guess it ran out of juice. My mom is a resident. Oh, thash po mbinte mua telefoni, po binte aty. Wow. Dhe sapo mbaruam një episod të BoJack Horseman që na pëlqeu shumë si gjithmonë dhe jemi në përfundim të videos. Fina, cilat janë përshtypjet e tua për këtë ditë, për këtë ide, për këtë video? U lodha super shumë, nuk do e lej më kurrë asnjë njeri të kontrolloj ditën time. Unë jam një njeri me vullnet të lirë. Edhe që sot e tutje e kam kuptuar që vullneti edhe liria është gjëja më e madhe dhe më e rëndësishme që mund të kesh në jetë. Fina, sa dramatike e bërë se s'na thanë shkolli. Kisha bërë kur ka shumë gjëra në një ditë, po të mos ishte bërë. Kanë shumë gjëra, s'bëm asgjë. Nëse unë mendoj se kishit opsione shumë të lezetshme, domethënë nga gjitha opsionet që ju dham për të zgjedhur, keni zgjedhur ato që Ishin më interesante. Po më interesante do i zgjidhja edhe unë, kështu që jeni shumë Edhe po interesante. më haj shumë një byrek në fakt, kështu që Yeah. thank you. Edhe doja ta provoja të kafen, kështu që thank you. Mbase ndonjëherë është edhe mirë ta kontrollojmë tjerë ditën, po Shumë faleminderit që ndoqët video. Nëse ju pëlqeu kjo video, bëni like, subscribe, share, comment, dhe lini koment poshtë për videosh që doni të shihni në vazhdim. Na jepni ide videosh, Jepni ide, edhe unë do ide i bëj të për ju, ndryshme. sepse këtë e bëj vetëm për ju. Dhe le të shihemi në videon e radhës. tjetër, bye.